Kam qenë moshën e 8 vjeqe, 9 vjeqe. Aty kam pa një jetë tamam. Se nuk vusha ka të shumë, po mrapa këto artu rrit, pastaj vazhdova të dalë me vujtje. Që moshën 8 vjeqe dhe deri moshën tani, si jam 36 vjeqe, unë s'kam pa një ditë barë, unë vetëm vujtje kam pa. Edhe me i shoqit si kisha, i kisha pa punë, pijanec po, vujtje po, më rrifte, më torturonte, kalamajt i lete pa bukë. Ku kam qenë e vogël, unë vujtje kam pa më shumë. Qifi i dhim vetëm lyp gjithë jetën. S'desa jam rrit. U rrita, u martova dhe ashtu me kalamajt, rrugve, të lype, jo me kanacet, jo me bidona. Kështu jeta ime kështu ka shku, vetëm me vujtje. Familja nuk tradhtohet asnjëherë. Familja është familje. Po më varet se si na kuptojnë ta njerëzit që bëjnë shumë dallime, se edhe ne jemi njerëz, duhet të jetojmë edhe neve. Me ato mundësi që kemi, të jetojmë. Falenderoj Zotin me ndihmën e Xhulit. Fillova këtë punën edhe jam më mirë tani. Melisa është 14 vjeqe. I ka bërë tanim në mars. Në 16 mars. Nona më thot, a ke ndonjë lek që të marr një hamburger? Kur kam Romina, unë për kokë kalamaret unë nuk ja kurse gocës. Sepse më dhimbset, sepse unë e kam rrit vet ato. Kam vujt me kalamajt e mi, jo kam lype, jo kam bel kanace, ekra, kam gjeta një punë. Pastruse ke shkallët edhe ty kam punu sa kam punu e lash. Me thonë drejto shkollës kam bo fare, se nuk kemi pas kushte. Plaka dhe babaj nuk ka pas kushte, se kemi qenë shumë keq. Shpia ime ka qenë si me barake. E pash edhe familjen si vunte, kemi dalë me lypshim, boshim, hashim, jetoshim. Edhe babin, mamin i kemi pas pa punë. Gjilësha me gjithë motrat e mija me këto gjithë. Më përpara kam pas shit roba. Edhe me roba në fakt, mesha në për njerëzit, ato që ngelshin, edhe i mesha me çmim të arsyeshëm. Shifsha që me 200 lek, po prap, sa me jetu, me majt fryman. Se i liri, buri im, ka ra në burg shumë herët. Që në moshën, kur kam qenë 24 vjeqe, edhe a i ka ra në burg. Ma la djalin 1 javësh, a 2 javësh mos gaboj. 2 javësh ma la djalin. Unë me ato plenat me thonë të drejtën në Romina, letë më shaj kush të doj, mos i raft kujt ky hadhi im, mua më shofin njerëzit, nuk kam pse ta më qef. Mua më shofin ke kosh ato plerave. Çfarë hedhin ato, i the mos i u ke kosh, i lëni aty. Në shi, në ftohtë, zbath, ke kanacet. Punoshin vetëm për të nxjerrë një copë buke. Falenderoj Zotin me ndihmën e këtyne të Xhulit që më futi në punë. Edhe tani jam pak më mirë se atëhere kisha vështirësi, mbasha dhe një prit që i kishte lënë e jëma dhe i jati. Ato ishin të vegjël, deshin vesh mbathje. Mua më pëlqen që shko në shkollë, të bëhet dikush për vete, po edhe kemi lënë pa shkodë Romina. Se do thushti, nuk i kam kushtet me qu. Nuk i kam. Mundojmë që ta të qoj gocën në shkollë, që t'jetë sa më mirë për vete, e qoj në mëngjes, e marë në drek. Jam vetë kujdesen. Ako u rrita, u martova, u bona me fëmijë dhe me... Ate pusi kam po e të vogël, kam bo dhe e madhe me fëmijët e këshu. Me lypje prap, me kanacen, me bidona, kam pas punu sharr, kam pas punu ke shkallët.
Mrapa pastaj vazhdova keko Tirana, fshes. Edhe këtu ndjem, hajt, qik ma mirë pak të. Po ma mirë ku me njerë muj pak të rogën, se dhe me lypje nuk i dilet. Si dilet, si gjithë jetë lyp. Qa punë kam bo unë, do t'a bëj dhe fëmija. Bëjmë mesazhe këtyre bizneseve që edhe neve mos na diskriminojnë të bëjnë dallim racial, se edhe ne në radhë parë jemi njerëz, mbi të gjitha dhe kërkojmë edhe ne një punë që t'jetojmë tamam si gjithë të tjerët. Edhe në punë neve nuk jemi për shembull që s'punojmë, neve dua një punë të pastër që të punoj, të pastroj, të mbaj fëmijë, çfarë do lloj pune tjetë. Po këta bizneset neve na bëjnë dallime, sepse jemi rome nga ngjyra e zezë. Po ne këtë ngjyrë na e ka dhënë vetë Zoti. E mira është të gjej një punë, për sa kohë që tjetë, 4 orar, që është ajo, të paktën e di se boj ato punën, vjen muaj, marr diçka, ma 1 lek, do më thënë, të shoh në dorë, kurse kështu merr 3-4.000 lekë në ditë, nuk po shoh asnjë gjë. Kem një shpitimen, 3 jetoj me fëmijët e mi, mos vuj, si David një ditë vlaj, David do t'a zej shpinë. Nëse edhe në s'kam ku të shkoj, edhe jetë e mot me qera nuk jetohet. Se unë kam vite me qera, kam gati 12 vjetë, 13 vjetë me qera. Për fëmijët unë s'dua që t'jetojnë kështu siç kam vujtë unë. Unë për fëmijët dua sa më mirë. Mos kenë fatin tim. Dua që të punojnë, të jetojnë, të jetë një punë e pastër, jo si kjo punë që shkojmë, siç kam punu, siç po më punon djali. Por me lisën, sidomos që ka jetën përpara, duhet t'jesh dikush për vete. Marri përpara gjithçka, t'jetë e zonja për vete, e mira kisha dëshirë që t'ishte me mësime mirë, pavarësisht se hadhet kushtet,